Fantastike, Valmir Matoshi e Lezvistrën, zgjedh përfundimisht Kosovën në nivelin ndërkombëtar. Mesfushori i fundit Valmir Matoshi ka ndjekur hapat e Leon Avdullavut dhe Albian Hajdarit për ta përforcuar Kosovën në nivelin ndërkombëtar. Pasi fitoi titullin në Zvicër, Matoshi që deri vonë përfaqësoi Zvicrën U21, zyrtarisht ka planuar ftesën e Kosovës për 2 mitësorët e muajit qershor. Në listën e publikuar të Frankofodës për 2 ndeshjet e qershorit është edhe Matoshi, së bashku me risit si Dardan Shaban Hoxha nga Rubin Kazan dhe u ftua për herë të parë sulmuesi që po kalon formë të shkëlqyer të Sioni Relin Nevokazi. Por vëmendja është mesfueshori premtues Valmir Matoshi. Kush është ai? 22 vjeçari fitoi vëmendjen e të gjithëve në Superligën e Zvicrës këtë sezon, duke zhvilluar plot 34 paraqitje, për të kontribuar me 6 golla e 4 asistime në proces. Ai luan në pozitën e qendërmesfueshorit, por përshtatet edhe si mesfueshor mbrojtës, ndërsa fal paraqitjeve ka fituar vëmendjen e 2 klubeve të mëdha në Serie A, si Genoa dhe Lecce. Matoshi pritet të largohet nga thon qysh këtë verë, kurse vlera aktuale në Transfermarkt është 1.2 milion euro. Kujtojmë, Kosova me 31 maj përballet me Çekin, kurse me 7 qershor pretendoren në Fatil Vukri.